Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek gjeopolitika, do të flasim për atë çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme dhe zhvillimet e fundit ku presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar propozimet e paraqitura nga Irani në kuadër të negociatave mes të dyja vendeve, duke i cilësuar ato si të papranueshme. Por, sipas mediave ndërkombëtare, Teherani ka kërkuar heqjen e sanksioneve amerikane, përfundimin e luftës në të gjitha frontet, por më tej dhe garantimin e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit. Kam të ftuar ditën e sotme në këtë pjesë të parë për diskutuar mbi këto zhvillime ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes kënaqësi. Kënaqësia nga ona ime, përshëndetje. Atëherë zoti Bilali, sa i përket zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme pra në konfliktin mes Shubasë dhe Iranit, rifuzimi i ofertës iraniane nga Donald Trump po shihet si një sinjal se negociatat mes të dyja vendeve pra kanë hyrë në fazën më të rrezikshme dhe me Hormuzin në qendër të përplasjes dhe Izraelin të përfshirë pra nga ana tjetër në prapasken, frika për një shpërthim rajonal po rritet nga dita në ditë. Fillimisht shihni të gjitha këto dhe nga ana tjetër po shkojmë drejt një dështimi total të diplomacisë dhe hyrjes në një fazë, le ta quajmë, ku lufta tashmë po konsiderohet alternativa reale nga të dyja palët, pra qoftë nga ana e Shubasë dhe nga ana e Iranit? Është fazë jashtëzakonisht e rrezikshme, e cila mund të riportri prap luftën se ndonjëherë ka luftime siç presidenti amerikan i quan ato të javës së kaluar për fundjavës, të cilat ishin goditje sporadike në portet iraniane. Dhe të tregoj qartazi që këto janë goditje të lehta. Do të kemi një situatë të tensionimit pastaj për të ardhur më ndoshta për të hapur rrugë, ta quaj kështu thojza të një marrëveshje e cila mund të sillte rezultate. Kjo mund të jetë strategji amerikane, e cila kuptohet pastaj kërkohet pas 60 ditëve të kërkojë lejen e Kongresit për vazhdimin e luftimeve dhe këtë nuk ka bërë asisht Trump. Mendoj që edhe para një situate e cila mund të sjellë ndoshta rezultate në disa pika dhe këtë jo rasisht Irani kërkon ndarjen e faza parë, që do të ka kthyer një përgjigje, 4 pika kryesore të cilat I ka përfshirë, të cilat janë sidomos ka të bëjnë me fazën e parë 30 ditore për fazën e paqes, arritjes së fillimit të bisedimeve për arritjen e një marrëveshje paqësore. Pastaj ka të bëjë me çështje pika e rëndësishme për ekonominë globale, për përgjithësi mund ta për tregun e energjisë, do ishte ngushtica e Hormuzit, e cila kërkohet me këngulja nga pala iraniane të menaxhohet nga ta, që amerikanët në një farë mënyrë kundërshtojnë për arsye të përfitimeve që mund të kenë nga taksa që mund të aplikojnë iranianët, dhe kjo do ishte ndoshta pika kyçe e cila mund të arrihet një del apo një lloj marrëveshje për të gjetur një solucion. Për momentin mendoj që amerikanët kanë hyrë në fazën e tillë të cilën dëshirojnë të arrijnë sukses, të paraqisin opinionin amerikan si sukses dhe të arrihet një tërheqje ngadalshme ndoshta nga një pjesë, nga se ka zëra që edhe Katari, por edhe Kuwaiti, dhe besoj pastaj do vjen edhe Arabia Saudite për tërheqjen e trupave amerikane, bazave amerikane nga pjesa e vendeve të xhirit, por kjo fazë do ishte ndoshta faza më kritike, sepse përfundimisht do ta lironte Amerikën nga kjo pjesë e lindjes së mesme. E qartë, por zot Bilali, Irani nuk kërkon vetëm heqjen e sanksioneve, ashtu si thash, por edhe kontrollin strategjik mbi Hormuzin, por sigurisht edhe fundin e presionit amerikan. Mendoni se kërkesa e Iranit për kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, pra është ajo vija e kuqe ta quajmë që SBA nuk do ta pranojnë kurrë? Është vështirë thuat. Të dy palët më duket që pas programit bërthamor, pika Hormuzit do jetë pika e humbjes apo fitores të tërë kësaj lufte. Dhe në këtë drejtim mendoj që amerikanët dëshirojnë
të kenë së paku të mos aplikot taks nga una iraniane, por Irani mendoj që ka jetike, sepse po që se hum kontrollin dhe menaxhimin e ngushtisës së Hormuzit, atëherë de facto ka pësuar shkatërrim të brenda, do thot humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha sa i përket infrastrukturës ushtarake, po flas, sidomos në ato gjenit kryesore, por jo dëmtuar e mposhtur plotësisht, do ishte një lloj humbjes. Mendoj që në aspektin strategjik Irani me Hormuzin e ka levin kryesor të mbajtjes së tërë situatës në duart dhe të arrit të ketë një levë jashtëzakonisht të fuqishëm edhe në përbisedime, sepse ekonomia botërore varet nga ngushtica e Hormuzit dhe varet nga Irani, kam drejtën. Dhe kjo këtë ta them këtë mjet jashtëzakonisht efikas dhe këtë objektiv Irani nuk besoj që do alshoj, por a do kemi kompromis i cili do arrihet të gjendet një model me të cilën amerikanët në fund mund të pajtojnë, do ishte hë për hë pa parë ende angazhmonin në tavolinë dhe në arritjen e gjitha pikave që ka të bëjë me një marrëveshje të ardhshme paqësore, e cila ka të bëjë kryesisht jo një marrëveshje përkohshme që kërkojnë iranianët, por një marrëveshje e cila do të ishte edhe gjithëpërfshirëse, sidomos me përfshirjen edhe të ngrirjes së aseteve të Iranit, të cilat janë milar që në për bankat ndërkombëtare dhe sidomos ato perëndimore. Dhe kjo do ishte në një farë mënyrë edhe rikoperimi të asaj që është dëmtuar brenda infrastruktura edhe civile objektivave, do të kemi 20.000 objektiva të goditura. Meqenëse para kemi luftime sporadike, të cilat më njerë nga ona Trumpit është një strategji jashtëzakonisht interesante. Ai flet për goditje që do të bëhet në Iran, kanë edhe 24 orë kohë, kanë edhe 7 ditë kohë, dhe pastaj po mrena asaj dite flet që jemi afër një marrëveshje paqësore. Zoti Bilali, nëse Irani tenton pra realisht të kontrollojë ose të bllokojë totalisht ngushtisjen e Hormuzit, mendoni se do të kemi një ndërhyrje ushtarake pra nga ana e Shubas apo Al-Adh? Ka qenë një tërheqje vrejtje së mbram për një ekspeditë të anijeve franceze dhe britanike për të hyrë në ngushtisjen e Hormuzit, por ka qenë një reagim pastaj gardës revolucionare islamike që do goditen pa pëlqimin e kësaj garde të hyrë dhe të dalin nga kjo ngushticë. Dhe kjo mendoj që ka shenja, mendoj që edhe pse ka divergjenca mes aleancës, sidomos atyre evropian, mes atyre evropian dhe amerikan, prapse ndoshta ka një bashkëpunim të cilët mund të afrojnë, sidomos janë fulda gjermane, e marinës gjermane, cila bën pastrimin e minave në det në New York, dhe gjitha këto flasin që në momentet saktura mund të jetë prap të gjitha këto forcat aleancës mund të jenë të përshtat. Por a mund të ketë eskalim, ju pyetët të jam i drejt për drejt në rifillim të luftimeve? Po ato mund të vinë çdo moment, çdo orë. Ka se kjo varet, më thëmë tash arpushimi është i njanshëm, këtë shprehen shpesh edhe forcat iraniane, që arpushimi vjen nga pala amerikane, personalisht nga Trump, i cili vazhdon arpushimin dhe jep ultimatumet të ndryshme, por rreziku që ndron që të kemi një, pasi që Izraeli me duket që është ai shkaktari i cili në një farë mënyre dëshiron patjetër të ketë rezultate, sepse brenda në Izrael do ketë vlime të mëdha, dhe pozicioni dhe pushteti i Netanyahu varen nga gjitha krizat dhe kaoset që shkaktojnë në lindjet e mesme për të mjetuar ende në pushtet. Por strombullari gjithë kësaj që apo ndodh sot në lindjet e mesme, besoj që do jetë, për të dhënë një epilog, do jetë takimi në Peking mes Xi Jinpingut dhe Trumpit 14-16 maj, 10 ditë javë, i cili mund të sjellë se do bisedohet temë kyçe do jetë Irani, që për kinezët është jetike, për ekonominë e tyre, por edhe strategjike, kuptohet për gjithë vendet e organizatës së vendeve të BRICS-it
do ishte rëndësishme dhe më të thënë martesja kryesore për të arritur shpërndarjen dhe interesat të tëra asaj që njihet në ekonominë e BRICS-it përmes Iranit. Por edhe vend burim i energjisë kuptohet që ka nevojë ekonomia kineze dhe ky takim do jetë krucial, mendoj që për të parë se amerikanët rreth Iranit duhet të kenë vijën e ndarjes sepse është interes e kinez dhe rus dhe kjo do jetë një farë më të them një farë ndarje e re e hartës gjeopolitikës jo vetëm në lindjet e mesme. Zot Bilali, nga ana tjetër, Donald Trump e quajti reagimin iranian tjetërsisht të papranueshëm, ndërsa më njëherë më pas zhvilloi edhe një bisedë pra me Benjamin Netanyahu dhe sigurisht që kjo ka shtuar dyshimet për një koordinim të ri pra mes shërbazës Izraelit ndaj Teheranit. Sa i madh është gjithë ndikimi i Izraelit në qëndrimin e Trump dhe Iranit tashmë? Po sigurisht, më nuk është ndonjë sekret, fshehësi që Izraeli është, mund të thuhet, shtys vitër këtij aktiviteti që është ndërmarr dhe që ndërmirën në lindjet e mesme. Besoj që korrespondencat mes Trumpit dhe Netanyahut është mësuri e përditshme. Po ashtu edhe komandave të tyre ushtarake të cilat kooperojnë. Dhe Izraeli është fokusuar momentalisht me Libanin, sidomos në jugun e Libanit, ku ndoshta luftimi nuk kanë shkuar ashtu siç ka menduar për pushtimin e shpejtë të kësaj pjese, do t'i afrohet edhe Beirutit. Përsëritet regjia vitit, pa më skenari i vitit 1982, me pushtimin e plot edhe të kryeqytetit të Libanit. Por më duket që gjërat kanë shkuar thellë në disfavor të Izraelit në këtë pjesë, sepse ka një rezistencë jashtëzakonisht të çuditshme dhe sidomos brigada 7 tankiste e forcave izraelite ka probleme të mëdha. Dhe kjo tregon që Izraeli do ketë telashe sidomos për brenda. Do thotë është një apartheid i llojit vet në Westbank atje në Jordanin Perëndimor, një përsëritje reprize asaj që po ndodh në qytete dhe fshatrat e Libanit jugor, me atë që ka ndodhur në Gaza, dhe kjo mendoj që do jetë shtytje e madhe për Izraelin që në aspektin mendoj të rrethanave të përgjithshme nuk është në pozicionin më të mirë. Pastaj ka pretendimet për aktivitetin e pjesën jugore të Serisë, me pjesën druze atje ku inicion konflikte dhe apetite për ndarje të kësaj pjese ku jetojnë druzët. Dhe do thotë komplet në një situatë, pastaj nuk është situata që e mirë edhe me pjesën e Sinajt të Egjiptit. Do kemi ngjarje jo vetëm në këtë vit, por në vitin e ardhshëm dëshoj që ngjarja jashtëzakonisht të konflikteve të përmasave të cilat do shkaktojnë trubullira dhe do të reaktualizojnë prapë këtë tematikë të lidhjes së mesme në nivel botror. Por Izraeli është faktori kyç që mund të ndikojë, që nuk do ndikojë de facto në administratën amerikane, që të kemi një paqe sa do të brisht, por e cila nuk eskalon më tutje, sidomos në raportet e asaj që njihet tani më mes luftimeve Izrael-Iran, të cilat në mënyrë unilaterale pa ndihmën amerikane do të ishin jashtëzakonisht të rrezikshme për Izraelin, dhe këtë drejtim Izraeli mendon që ndoshta të ketë goditje në forcë në territorin e Iranit, në shtetin e Iranit, por për momentin aktivitetet kryesore të Izraelit janë në hulumtimet të përkrajës elementeve kurde në Irak, të cilat do jenë jetik, edhe baza shokuese, cila zgjoj interesim nga mediumet për një bazë të fshehtë në Irak, tregon që realisht Izraeli, mund të them ndonjëherë, ajta që është kontrollon 22 vende të Ligës Arabe, por ndonjëherë edhe i çmend. Ndërkëj, Zoti Bilali,
Ka pasur një deklarat nga Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Izraeli dëshiron pra që të heqë dorë nga miliardat amerikane brenda një dekade, por sigurisht kjo shihet pra nga ana tjetër edhe si një sinjal historik për ndryshim të madh strategjik në raportet sa i përket SBA-s dhe Izraelit. Çfarë do të thotë realisht kjo rivendosje e marrëdhënieve SBA-Izraelit? A kemi të bëjmë ndoshta me një krizë të heshtur me salatëve dhe nga ana tjetër, a mund të jetë vërtet kjo një përpjekje pra që Izraelit për të treguar se mund të veprojë i pavarur ushtarakisht edhe pa Washingtonit? Ja, absolut. Ja, nuk mundet Izraeli pa ndihmën komplet të perëndimore në veçantë të SBA-ve. Ne dim që ke deklarimet përfaqësuese të shtetit gjerman por kërkojnë çështje etike, mbrojtja e Izraelit dhe në këtë pikë se për edhe ekzistencës së Izraelit. Do të poshtë britanikët, francezët janë garantuesit kryesor, por pandimen ushtarake dhe mund të thonë çdo inovacioni të teknologjisë ushtarake që prodhohet në SBA, do thotë de facto është në shërbim hyn paralelisht në forcat amerikane dhe forcat izraelite, dhe kjo është pastaj kupton ndihmat. Administrojnë në aspektin militarist, mendoj që po është një problematik tjetër me cilën mendoj që kjo do ndodh dhe kjo do jetë negative për Izraelin. Një vendisim i përfaqësuesve të dhomave, qoftë Senat dhe Kongres, të cilët me duket që do kenë një vizion ndryshe nga ai që kemi, ose spaku do rritet numri i kongresëve senatorëve në Amerikë që do kërkojnë me këmbguljen që ndaj Izraelit të vënë në pa raporte dhe marrëdhënie të ridefinuara. Mirë po, kjo nuk varet ekskluziv nga këta përfaqësues, po varet se kush vjen i krye të administratës amerikane. Do të thotë historikisht mund të them që nga themelimi i shtetit amerikan, 250 vite, të gjithë presidentët kanë qenë në një farë mënyre pak a shumë në vit të njëjtë të ai çështjes së shtetit të Izraelit, sepse kemë dallime mes asaj orientimit ose qëllime për ndihmë të hebrejve dhe shtetit i cili formuar në vitin 1948. Dhe këtë drejtim mendoj që diçka ka pasur në këtë regji presidenti Kennedy, i cili ka kërkuar që të ketë një balans sa i përket ndoshta edhe raporteve arabo-izraelite që Amerika të mbajë një qendrim të tillë. Por për momentin mendoj që nuk vihet në pyetje bashkëpunimi, përkraja dhe involvimi në cilin edhe në vetë brenda strukturave të shtetit amerikan ka edhe lobby, por mendoj që edhe shërbimet izraelite të cilët ose shërbimi i tyre kyç për operacioni jashtëvendit Mossad, që ka një ndikim jashtëzakonisht të madh, por mendoj që në përgjithësi strategjia e përbashkët bile kemi deklaratat edhe të zëdhënësës së shtëpisë së bashkuar, do thotë që Amerika në themelet e tij është shtet judo-kristian ose kristiano-judo, të këtë që judaik, vani. Dhe kjo do thotë shpreh tendencën që në politikën amerikane do kemi edhe në të ardhmen një dominim më të tjeshëm të lobit dhe interesave izraelite. A mund të vi momenti, zotë Bilali, kur Izraeli të mos ketë më atë çekun e bardhë, ta i shuajmë pra politikë të ushtarak nga ana e Washingtonit? Nuk e besoj mund të pësot me qenë se ka një ndryshim të opinionit, qoftë edhe medial, pastaj rrjetet sociale do thotë hyrja në mund të them komplet sa i përket informacionit, kemi një ndryshim të madh, qoftë blogerëve, podcastëve, të cilët jashtëzakonisht kemi për shembull figura me emra medial që kanë luajtur rol edhe në fitore në Donald Trumpit, ta Karconi që është si bie fjala, por edhe të jashtëzakonisht elementëve të cilët ish oficer ose kuadër ushtarak apo inteligjent të ushtrisë amerikane apo inteligjencën e tyre, të cilët kanë dhe dhanë informacione jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kanë dalur në
në vijen e mbrojtjes së realitetit dhe atë që ka për interesin Amerikan, pikës pari. Dhe mendoj që Amerika e para ka rëndësi për të arritur të mbrojë interesat amerikane, jo të jetë ndoshta manipuluar nga shtetet të cilat në një farë mënyrë Amerika fuqi e madhe, mendoj të jetë sateliti ndonjë fuqi tjetër, siç është rasti me Izraelin, por mendoj që ai momenti kur mund të vihet ndryshim i madh nuk e besoj. Këto kemi ndryshime të ngadalshme, të cilat mendoj që në periudhën të 10 vjeçare do kemë ndryshime, por këto varen edhe nga faktorë tjerë ekstern, të cilët do kemi një rivendosje të re në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare apo të një ridefinimi komplet të rendit të ri botëror, të cilat mendoj të kanë 3 forca kryesore do qëndrojnë paralel dhe do kenë, se të tham, zëri tyre do jetë parafarsisht i njëjtë, dhe pastaj janë 3-4 forca nën këtë superstruktur apo strukturë jashtëzakonisht të fuqishme të një lloj trilaterale, të cilat do jenë pastaj edhe 3-4 forca që do jenë jashtëzakonisht të rëndësishme për gjeopolitikën e përgjithshme dhe dominimin në skenën botërore. Por për hëm nuk mendoj që kjo kartë izraelite do fillon të fiket shpejt. Ngadalë po, por shpejtësitë e madhe nuk e besoj. Në fakt, zot Bilali, deklarata nga ana e Izraelit ku thuhet se lufta nuk ka mbaruar për sa kohë Irani ka uranium të pasuruar, tregon nga njëra anë se Tel Avivi e konsideron pra ende të hapur frontin iranian. Mendoni se në këtë pikë po përgatit tashmë Izraeli terrenin diplomatik për një operacion të ri kundër programit bërthamor të Iranit? Po, në Izrael kemi fragmentime të shumta, të cilat nuk është një situatë tamam ndoshta pajtimit e plot sa i përket luftës me Iranin apo rifillimit të goditjes nga ana e IDF-it izraelit në Iran. Izraeli ka brenda një strategjie cila tenton që të jetë forca kryesore në region dhe mundësisht të dobësoj akteret kyç, siç është momentalisht Irani, por edhe Turqia në të ardhmen. Sa i përket Iranit, më duket që Izraeli do të kërkon të ketë më tepër aktivitete të ashtu të informacionit të arritjes së zhvillimit të aleancave me element për brenda dhe jashtë Iranit, nga se në ballafaqim të drejt për drejt me duket që është problematike të del fitus Izraeli nga zhvillimi i sistemit i programit të raketave ballistike iraniane, të cilat ma janë, mund të them, një lloj fuqie që ka përcjell në regionin. Jashtëzakonisht efikase dhe në këtë drejtim Izraeli, sepse kuptohet është një territor i vogël, pa llogaritur territoret që janë të okupuara palestineze, dikon 20-21.000 kilometër katror përfshin, dhe është jashtëzakonisht të rrezikuar nga ky potencial dhe gravimi i cili mund të bëhet nga operacionet e raketave iraniane. Dhe Izraeli do të tentojë që ndoshta me çështjen e uraniumit rrezikun që paraqet Irani, për meqense do thot një rrezik të tillë paraqet edhe Izraeli, sepse nuk ka ende nuk deklaron që është vend me koka bërthamore dhe nuk lën kur fal inspektimi të organizatave ndërkombëtare që merren me energjinë atomike. Apo nuk është nënshkrues mosparapjes së armëve bërthamore, ka refuzuar këtë disa herë. Dhe kjo tregon që besoj që Amerika në këtë rritim do lundte një rol të madh. Dhe të kërkonte që nga Izraeli të kërkoj që të pranoj që është vend që posedon koka bërthamore, dhe kjo nuk bëhet pa qëllim, them drejtën. Sepse atëherë realisht mund të kemi edhe forca tjera në linjet e mesme që do kërkonin që në mënyrë publike kur deklarohet Izraeli, atëherë do edhe Turqia, Arabia Saudita apo Egjipti, Irani po si po, mund të jenë pastaj zotrues të këtyre kokave bërthamore. Por për momentin mendoj që Izraeli tenton që përmes propagandës dhe ndihmës që mund të japet suportit nga forcat perëndimore
në aspektin diplomatik të arrijë një bindje, të krijojë një bindje të tillë që është e pamundshme pa ardhur deri te një konflikt i ri, por mendoj se kësaj radhe do jetë më ndryshe, sepse do ketë të lashet e veta Izraeli. Po shifet që me Iranin në aspektin e kualitetit, sidomos në kuptohet, Izraeli në aviacion është larg Iranit, por në sistemin e raketave hipersonike apo sistemit balistik të raketave iraniane, Irani shifet që është në gjendje të godas kurdo dhe kudo. E qartë. Mirë, zoti Blali, për ta mbyllur pyetja e fundit, cilat shihni skenarët më të rrezikshëm pra në vijim nëse këto negociata do të kemi një shembull të plot pra të negociatave në ditët apo edhe në javët në vazhdim? Mendoj që do kemi edhe për ndoshta deri ka mesi i verës tensionime të tilla, pastaj do vim deri te situatat kur sepse do kem goditje të tilla të cilat mund të jenë sporadike, goditje pastaj atë forma të kontrollit të anijeve dhe kuptohet ta qështu konfiskimit të atij materialit të brendshëm të teknikës së këtyre tankerëve dhe pastaj ose involvimi ndonjëherë edhe i goditjes së tyre, hapjes së zjarrit dhe shkaktimit të dëmeve të këtyre tankerëve. Por për momentin kemi një situatë ku amerikanët dëshirojnë të krijojnë një lloj bllokade për ekonominë e Iranit, e cila de facto kthehet në ekonomi në bllokim për shkak të atyre porteve, kuptuar ku mushen tankerët dhe pastaj eksportojnë naftën iraniane. Por kjo do ishte një rrezik shumë i madh për gjithë ekonominë globale. Mund të goditet Irani, sepse shërbimet inteligjente amerikane kanë thënë që mund të qëndrojë kështu në këtë formë, të qëndrojë edhe 4-5 muaj. Do të thotë edhe një kohë që realisht është matje të testit e tyre, sepse ata dihet është temë ndryshe që tentojnë përmes tokës dhe detit Kaspik atje të arrin që të transportojnë pastaj naftën iraniane nga përmes Rusisë dhe vendeve aziatike për në Kinë, apo të hapja një pipilinit të ri përmes Afganistanit dhe Pakistan. Kjo ide do të jetë edhe kineze dhe do thotë por kjo don kohë. Por mendoj që situata e tillë e tensionuar varet shumë edhe nga zhvillime tjera që mund të ketë aktor të kyç, siç thash, takimin e Peking, pastaj raportet dhe ajo që do arrin qoftë edhe përmes telefonatave, Trump-Putin, por edhe Erdogani me Trumpin mund të jenë momente të cilat mund të ndikojnë që të vijë deri te një marrëveshje e cila sadokudo i nevojitet amerikanëve për zgjedhjet e mes vitit, mes muajit i cili do jetë në nëntor, mes zgjedhjet që do zhvillohen në nëntor, por edhe iranianëve të paraqesin nga ana tjetër që ishin vendi i parë që në një farë mënyrë krijuan një lloj Vietnami të ri për amerikanët. Do kemi pastaj në propagandën dhe analizat në cilat mund të merren të dyja polet fitore, por në një farë mënyrë mund të jetë edhe shkurje, ndoshta edhe ndonjë figure e cila mund të hup zgjedhjet me luftën në lindjen apo konfliktin në lindjet e mesme. E qartë. Mirë, zoti Blali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Atëherë edhe nga ana ime. Faleminderit. Mirë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi në pjesën e dytë pas pak për të ndalur sërish tek lindja e mesme.